Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues, në këto çaste ju ftojmë që të lutim së bashku lutjen e Engjullit të Thënë Zot dhe orën e mesme. Në emër të Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Amen. Engjëlli i Zotit ju fal zojës Mari. E ju ngjizi për virtyt të Shpirtit Shenjtë. Të falemi Mari, hir plote e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Ja shërbëtorja e hyjit, U bëft me mua si është fjala jote. të falemi Mari, hir plote e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. E fjala u bë njeri, E banoi ndër ne. të falemi Mari, hir plote e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Lutu për ne, e shenjtja nën e hyjit, Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. të lutemi. Hirin tënd po të lutemi, o Zot, ndikoje në shpirtin ton, që sikurse në lajmërimin e engjëllit, na e zbulove mishërimin e birit tënd Jezu Krishtit, në përmundime e kryq të tij, na udhëheq në lavdinë e ringjalljes, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdia Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdia Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdia Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Po themi një atyën të falemi Mari për shpirtrat të purgatorit. Ati ynë që je në qiell, u shejtroft emrët, ardh mbretëria jote, u bëvt vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajët tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plote e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Jepua, o Zot, pushimin e pasosur, Dhe i shndri drita e pambaruar. pushofshi në paqe. Amen. Engjëlli i Zotit, që je rojtari im, pasi hyje për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde. Ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Të dashur dëgjues, tani po vazhdojmë me lutjen e orës së mesme. Sot është shtunë dhe jemi në javën e 13 gjatë vitit liturgjik. Psalmet i marrim nga java e parë e psalterit. O hy më eja në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdia Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni i orës së 6. Mbreti fort hyj i vërtet, që sundon të gjitha sendet, me ndriçim pajis mëngjesin dhe me zjarr shkëlqen mesditën. Shuaj flakët e shamtave, lake zjarri në dëmprurësve, jepu trupave shërimin dhe të vërtetën paqe zemrave. Bëjo atër drejtësi dhe t'i birë baraz me atin, bashkë me shpirtin ngushëllimtar, që mbretroni ndër gjithë shekujt. Amen. Antifona parë. Më pri o Zot udhës urdhërimeve të tua. Psalmi 119, pjesa 5. Ma trego Zot udhën e ligjeve të tua.
dhe unë do ta mbaj gjithmonë. Më jep kuptim që ta mbaj ligjin tënd e do ta zbatoj me gjithë zemrën time. Më priu dhe urdhërimeve të tua, sepse në të e kam kënaqjen time. Prirë zemrën time drejt urdhërimeve të tua, e jo drejt lakmimit të pasurisë. Largoj sytë e mi të mos e shohin kotësin. Më përtri në udhën tënde. Plotsoja shërbëtorit tënd premtimin tënd, qua dhe atyre që të druajnë. Më shpëton nga çnderimi që aq fort i trembem, sepse gjyqjet e tua janë të mrekullueshme. O sa fort i dua urdhërimet e tua, më përtri në drejtsinë tënde. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shejt. Si ka qenë në fillim ashtu tash për gjithmonë i jetës. Amen. Më pri o Zot udhës së urdhërimeve të tua. Antifona 2. Kush e kërkon Zotin, do të keq, do të mirë. Psalmi 34. Zoti është shpëtimi i të drejtëve. Pjesa parë e psalmit. Për herë do ta bekoj Zotin, në gojën time për herë lavdi i tij. Shpirti im burret në Zotin. Le të dëgjojnë të përvujtët e le të gëzohen. Bashkë me mua jepni lavdi Zotit. Le ta lartësojmë së bashku emrin e tij. I kërkova Zotin e ai më dëgjoi, edhe më çliroi nga çdo frikë që pata. Shikojeni atë e do të ndriçoheni, fytyra juaj nuk do të turprohet. Ja, ky s'kam në rrethiri në ndihmë e Zoti e dëgjoi dhe i shpëtoi nga të gjitha vuajtjet e tij. Engjëlli i Zotit ngre llogore rreth atyre që e kanë frikë dhe i shpëton. Sprovoni e shihni sa i mirë është Zoti, i lume ai që shpreson në të. Nderojeni Zotin ju shendrit e tij, su mungon gjatë atyre që e druajnë. Pasanikët u varfruan dhe patën uri, ta që kërkojnë Zotin do të kenë çdo të mirë. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shejt. Si ka qenë në fillim ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Kush e kërkon Zotin, do të keq, do të mirë. Antifona 3. Fytyra e Zotit është mbi ata që kërkojnë paqen. Pjesa 2 e psalmit. E janë o bije më dëgjoni, do t'ju amësoj frikën e Zotit. A dëshiron jetën o njeri? A dëshiron ditë shumëta për të gëzuar të mirat? Rudhë gjuhën tënde prej së keqës, gojën tënde prej fjalëve gënjeshtare. Ik prej së keqës e bëj të mirën, kërkoje paqen e ndiqe atë. Sytë e Zotit këqyrin të drejtët, veshët e tiju a dëgjojnë ofshamat. Fytyra e Zotit është kundër bakqive, për ta zhdukur prej dheut e kujtimin e tyre. Klithin të drejtët Zoti i dëgjon, i liron prej të gjitha vështirësive të tyre. Zoti është ngjatë atyre që pendohen me zemër, i shpëton shpirt për grirët. Sa do të vështira të ketë i drejti, prej të gjithave do ta shpëtoj Zoti. Zoti ruan eshtrat e tyre, asnjë prej tyre nuk do t'u thyhet. E keqja vet do ta vras pa keqin, e do ta paguajnë ata që urrejnë të drejtin. Zoti e shpaguan shpirtin e shërbëtorëve të vet, nuk do të ndëshkohen ata që shpresojnë në të. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shejt. Si ka qenë në fillim ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Fytyra e Zotit është mbi ata që e kërkojnë paqen. Leximi i shkurtër i orës 6, marrë nga libri i Jeremis profet, kapitulli 17, prej 79 deri në 10. Më ndinake se çdo gjë tjetër është zemra e pashërueshme. Kush është ai që mund ta njohë? Unë Zoti shqyrtoj zemrën, sprovoj veshkat, i jap secilit sipas sjelljes së tij, sipas fryteve të veprave të tija. Mi fal o Zot mëkatet e mia të fsheta. Dhe shpëtoje shërbëtorin tënd prej krenarisë. Të lutemi. O Zot, zjarr dashurie, na dhuro flakën e shpirtit tënd, që të duam ty mbi çdo gjë, dhe vëllezërit tan me dashurinë tënde, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyin.